Rozana Radi bën deklaratën e fortë. Pas përfundimit të spektaklit Big Brother VIP Albania, Rozana Radi ka ndarë mendimin e saj pa filtra për fituesin e këtij edicioni Gjestin. Gjatë një interviste, ajo u shpreh se ndon se ajo vetë u mërzit që nuk fitoi çmimin e madh, e përgëzon Gjestin për fitoren dhe i uron atij që ajo t'i shërbej si një trampolin në rrugën artistike. Unë u mërzita që nuk e fitova, por i kam thënë atij se kush e fiton është më se e merituar. Ai ta gëzoi, t'i shkojmë mbar dhe t'i shërbej si një trampolin në karrierë, u shpreh këngëtarja. Megjithatë, Rozana nuk i kurtheu as kritikat ndaj banorëve të tjerë, duke lënë të kuptohet se Gjestin nuk e kanë dashur me të vërtetë. Ata nuk e kanë dashur Gjestin, po ta donin, do ta kishin thënë. Ajo që ka thënë se ai është lezeti i shtëpisë si jam unë, deklaroi ajo me bindje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.